Pacientja nuk ja doli, për fat keq, shumë përpjekjeve maksimale, e filloi trajtimin, moshë e re, edhe vjen një ditë, edhe sa herë vinte për terapinë e radhës, ma sjellte një çokoladë, ta kanë dërgu fëmijët e mi, edhe në bisedë sipër më tregon që dy fëmijë janë në shkollën fillore, fëmijë vegjël, edhe thash i çokoladat i thonë mos mi sjellin më, po çka munden ata me bo është një vizatim. Tash unë i kom shumë që vizatimet. Tash një vizatim, do doja ata të ma bënin edhe të ma sjellnin. Radhën tjetër, vjen pacientja në fjalë, sjell vizatimin, edhe tash interpretimi nga ana ime. Nuk e di sa jam unë artiste në trajtim, po shon vizatim që fëmijët kanë vizatu një nanë me 2 fëmijë për dore, edhe duke dalë prej një klinike, një spitalit vogël, që sigurisht ka përfaqësuar mendjen e tyre qendrën ku nana ka qenë, drejt një spitalit madh me dritare të mëdha, i bëm i bukur, i ngjyrosën bukur, edhe ata ajo me buzëqeshje me ata për dore drejt spitalit madh. Edhe e shem andej edhe peshën, peshën, ndikimin që ka smundja në familje, në fëmijë, veçanërisht në fëmijët vegjël. Pacientja nuk ja doli, për fat keq, përkundër përpjekjeve maksimale, edhe momentin kur familjarët ma konfirmuan, përveç pacientës, mendja më shkoi edhe te 2 fëmijët. Edhe thash me vete që nëse është rënu ajo pamja e atij spitalit bukur të madh në botën e tyre të vogël. Edhe s'do doja të rënohej.